Në një kohë kur profesionet tradicionale po zhduken, artizani Muharrem Sejdolli në fshatin Voskop vazhdon të punojë ekurin me zjarr dhe çekiç, duke ruajtur një traditë të vjetër të zonës. Në një kohë kur shumica e veglave prodhohen në fabrika dhe teknologjia ka zvendësuar shumë zanate tradicionale, ai vazhdon të punojë me përkushtim në punishten e tij, ashtu siç është bërë për shekuj me radhë. Prej vitit 1982. Nga e keni mësuar zanatin e kovaçit? Punuar në Polen, punova 7 vjet atje. Kam erdhur e kam hapur këtu kovaçan në Voskop. Zakonisht i bëjmë të tëra llojet e punëve, po tash i ka rënë ajo. Bëjmë tërë llojet e veglave. Nuk mbej asnjë vegël pa bërë. Që ka spatat, viqela, këtu përdorçin shumë viqela se ka vreshta shumë. Ai është ndër të vetmit në zonë që ushtron ende këtë profesion. Në punishten e tij të vogël krijohen vegla pune të dobishme për banorët e fshatit dhe zonave përreth. Do një spatë, do një, si themi, shata, gjëra kështu që përdorin njerëzit në shumë. Vinë nga fshatrat e tjerë, nga vijnë zakonisht? Po ja, janë këta lavdari, gjonomadi, Voskova. I vështirë është, po edhe i mirë është. Për atë që do ta bëjesh e mirë. I themi neve, dhe zanati së bën të pasur, po pa bukë së le. Dhe më ngrihesh në mëngjes, merri 2 leka dhe së le pa bukë. Kjo është. Studiuan fëmijët me këtë zanat, me tokën, me tëra. Çdo vegël që del nga duart e tij është rezultati i përvojës, durimit dhe dashurisë për zanatin. Nëpërmjet këtij profesioni, Sejdolli mban gjallë një pjesë të historisë dhe kulturës së zonës, duke treguar se zanatet tradicionale kanë ende vlerë dhe rëndësi në jetën e përditshme.